Gjuha fyese e përdorur ndaj komuniteteve romash kanë lidhje Egjiptes në bisedat e përgjuara të Adem Grabovcit dhe përplasjet pozit-opozit rreth arrestimit të aktivistëve televizis vetëvendosje ishin po ashtu pjesë e diskutimeve të deputetëve në seancën e sotme. Grabovci u detyrua që të kërkoj falje, ndërkaq theksoi se ai dhe familja e tij po përjetojnë momente të vështira për shkak të publikimit të bisedave të përgjuara. Seanca nisi me vonesë sepse munguan deputetët e listës serbe dhe ata të PDK-s. Ardhja e këtyre të fundit bëri që më në fund të nis mbledhja. Tensione, fyrja, akuzat të ndërsjella u dëgjuan që në pikën e parë deklarime jashtë rendit të ditës. Deputeti nga komuniteti rom Kujtim Paçaku, i prekur nga fyerjet në bisedat e përgjuara të Adem Grabovcit, thiri për kërkim falje ndaj komunitetit raje. Unë nuk largoh nga kjo fërdore tani, që shof dikush prej shqiptarve, kolegëve të mi, Sapaku, kryetar, presë në dikën e juaj, që Sapaku të kërkoni një falje njerëzore, sepse kemi bërë atak ndaj fëmijëve në shkollë, kanë bërë atak ndaj të zborëve në spital, atak ndaj studentëve dhe ndaj popullatës 15 milionë në euro. I menjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Kërkoj falje publikisht komunitetit të rom për çdo lëndim, i tillë cili ka mujt me ndodh një komunitet jashtëzakonisht lojal i Republikës Kosovës dhe ndi veten pa shtetëpyer. Kërkoj falje. Pas Veselit në foltore u shfaq të jeti shqetësuar i shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci. Unë nuk kërkoj edhe njëherë, sinqerisht, falje nga zemra dhe shpirti i im dhe shprej keqardhje për ta që pëndodh dhe nuk e besoj që në një shtet të Evropës mund të ndodh që për një muaj rrjesht të terrorizohet një njeri, një familje dhe një popull i tërë për shkak të bisedave private. Seanca vazhdoi me fjalosjen mes deputetit Fisnik Ismaili dhe kryeparlamentarit Kadri Veseli. Një zëng verbale ndodhi edhe ndërmjet deputetës së LDK-s Besa Gaxherri dhe kolegës së saj nga vetëvendosja Albuliana Agjiu, pas reagimit të Gaxherrit ndaj deklaratës së Glau Kunjufcës. Nuk e kom prit prej një të zgjedhur të popullit që do të më kthente në vitin 1998, kur ata që synonin të mbronin interesin e Kosovës e ishin krye të një lufte çlirimtare, kërkoshin të shpallishin terrorist. Kjo më kthej pash në qatë moment. Ma krijoi një boksi ndjenje shumë të kopshme, të cilën ju e sollet me fjalimin tuaj as pak lavdishëm. Mbyllë, mos u luro, ju duhet distanconi vetë, ose duhet jeni subjekt politik, ose e diçka tjetër. Dhe këto s'mund ta mohoj askush. Kësaj ka ardhur fundi. Mos na shitni mo patriotizëm. Për çka i ndosët protestues? Këtu është vendi. Oli mos u lirati. Oli se bëna të prap. Oli se bëna krona dhe sistemin. Ndaj vlerësimeve për policinë e Kosovës nga ana e vetëvendosjes, reagoi ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni. Është papranueshme që policia e Kosovës të quhet polici kriminale. Si policia e Kosovës. Policia e Kosovës asnjëherë. U tha se përfaqësues të policisë me prinje kriminale kanë
avokate. Nuk do të lejon që për shkak të individëve të njollaset institucionit, as të në përkëmbët institucionit, as të një. Në këtë përplasje u përfshi edhe deputeti vetëvendosjes Recep Selimi, kërkoi që policia të mos përdoret kundër interesave të qytetarëve. Kemi kujdes, se jeni futur në një lojë nga cila nuk mund të dilni. Jeni futur në një lojë e cila është shumë e rëndësishme. Mos përdorni policinë e Kosovës për ato agenda të cilat ndoshta as vetë nuk e dini se cila është përfundimi i tyre. Prandaj duhet ta mëjmë ministrin, e kemi shumë gabim. Policia e Kosovës po bën punë mirë, por jo ato punë që ju po ja ngarkoni të bëni. Ra në sy dhe distancimi fizik i deputetës së PDK-s Flora Brovina nga kolegët e saj, pasi ishte ulur pranë deputetëve të pavarur, pas fyerjeve që i bëri Grabovci në aferën e përgjimeve. Megjithatë, në fund të seancës, kamera jon zuri për qafimin midis Grabovcit e Brovinës.